Qytetarit të nderit të Tetovës për kontetit të madh për të drejtat e njerit. Faleminderit të nderuar të pranishëm. Më lejoni të ftoj kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, zotin Edi Rama. Të nderuar bashkëqytetar, nuk ka fjali dhe periudha që mund të përshkruajnë denjësisht figurën dhe veprën e zotit Ramush Haradinaj. Nderuari zoti Haradinaj, këta vëllezërit tuaj kanë sakrifikuar orë me shi duke ju mbështet në momentet kur duheshte një solidaritet ndaj jush, dhe unë besoj se këta sot meritojnë që juve t'ju kenë këtu dhe ju t'i nderoni me prezencën tuaj. Megjithatë, duhet ta themi edhe një konstatim shumë të vërtet. Ju kujtohet atëherë kur gjithë gati hoqën dorë prej nesh, kur e humbën besimin 2008-2009, zoti Haradinaj ka qenë i vetmi që ka pas besim të ju. Është të tepër që ta zgjas, më lejoni që ta thras zotin Ramush Haradinaj të drejtohet. Nderuar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, zoti Mendo Thaçi, dhe me kërimin pasu. Nderuar kryetari i Komunës së Tetovës, doktor Sadi Bexheti, të nderuar qytetarë të Glloxhanit. Se po më duket si me shkue atje ku kam le, e po i gjoj po të njëjtit njerëz, e të njëjtat ndjenja. Ju faleminderit shumë. Në Tetov na gjon gjithë neve. E gjon histori. Kjo do me thonë se jeni të fortë, se jeni të zot, se jeni të vendosur. Jo vetëm kur është lehtë, edhe jo vetëm kur jemi mbledh në detyra apo në punë ditës, por edhe kur kemi rrugë gjatë me bërë. Nderimi që mosh bo mu, e kujdesi që mosh bo mu në kohën e ditë e mija shtira, e vërtetojnë ata. Do të thot, ju ato ditë nuk e keni pas vetëm për atë ditë, po kemi ndu ma gjatë. Edhe nderimi i sotëm që mbohet mu, me shpalljen qytetar nderi, e marrë si nderim jo vetëm për sot, po për gjatë për rrugën tonë. Andaj duke ju falenderu gjithë ju, për fasun se ju i të gjellën. Ju e përtoj se nuk ka me ju turpnu asjerë. Faleminderit shumë. Ceremonia e rastit të ndarjes të çmimit qytetar nderi për zotëri Ramush Haradinaj do të bëhet në zyrën e komunës së Tetovës, në zyrën e kryetarit të komunës së Tetovës. Më lejoni të shpallë të mbyllur këtë ceremoni solemne, duke ju falënderuar për mirëpritje dhe për pranimin tuaj. Faleminderit.